Të mbetemi sërish te Erion Veliaj, i cili ndaj të cilit është ngritur sërish një akuzë re nga Spaku mbi futjen e sendeve të ndaluara në burg, ku dyshohet edhe për përdorimin e celularit brenda burgut. Si është e mundur që një kryetar bashkie dhe një njeri me një eksperiencë caktuar politike nuk ka pasur njohuri të caktuara apo nuk ka pasur këshillën e avokatit për t'i bërë ditur që nuk do duhet flas apo nuk do duhet komunikoj brenda qelisë burgut? Shiko, Erion Velia në momentet e para ishte i paqartë. Mendonte se ishte si punë atyre që dënoheshin në kohën e komunizmit, po thoshin nuk di që shoku e verë se ka bërë Mehmeti, e kupton me kokën e vet. Na ka fut ai në burg dhe i dërgonin letra e Roxhës ata në burgu, që ankoheshin për Mehmetin, e kupton, po në fakt i kishte futur Ermeri ata në burg. Dhe punë e Velis. Merresh me prokurorin, me gjyqtarin, merresh me Berishën, që çlidhje kishte, merresh me gjithë, po jo me Edi Ramën. Dhe nuk e kuptua Erion Velia që në burg e kishte futur Edi Rama në fakt. Dhe përgjigjet atje brenda shiko, duhet kuptuar diçka. Në paraburgim, në ambient e paraburgimit, nuk hyn dot kush, edhe policët që hyn atje, që ushtrojnë pra që shkojnë në punë atje, që marrin turin atje, ata kontrollohen me skaner e kështu me radhë, që të futesh përgjithë në ambientet e paraburgimit, do të kesh marrë lejen e drejtorit të përgjithshëm të burgjeve dhe drejtorit të burgut. Padyshim që me djenit të ministrit të drejtësisë që është ai që i ka ata në varësi. Kështu që ato përgjithë që janë futur atje, janë futur me djenit të Ysimanjës dhe gjithë këtyre. Po ditë Ysimanja, a e di Edi Rama? Po patjetër që e di. Dhe ato janë futur me qëllim që të dëgjojnë bisedat e Erion Velis atje, çfarë ka diskutuar me familjarët, dhe në fakt ai ka diskutuar me familjarët atje, duke folur jo vetëm në ambientet e takimeve kur janë ambiente apostafat për të takuar familjarët, por edhe me anë të telefonit të institucionit, ku ai ka bërë emra, ka zënë emra gjysmën e Tiranës, i thoshte shko tako kryeministrin, të takoj filani se ai ka shok të ngushtë prokurorin dhe ai tjetri ka mik të ngushtë gjyqtarin. Nuk e kishte kuptuar akoma që urdhrin atyre ka kishte dhënë Edi Rama për ta futur burg Erion Velin. Dhe kishte dhënë gjysmën e Tiranës në gojë kë kishin miq. Po ndërkohë që Spaku po i regjistronte këto. Dhe pastaj bëri gabimin tjetër fatal, si idiot që është, se mendon kur je pushtet, shiko, kur je në pushtet dhe një pushtet kaq të madh sa kishte Erion Velia, të duket vetja i fort, i bukur, trim me miq, po kur kthej kokën pas pasaj s'ke më asnjë. Dhe Erion Velia akoma nuk ishte në fazën e pesimizmit, nuk i kishte kuptuar dhe fillonte fliste bënte si i fort. Dhe çfarë bëri gabimin tjetër, mori me qafë dhe policin e shkret, duke i marrë celularin gjatë shoqërimit që ata po i bënin nga burgu për në Spak, pra në masë e sigurimit, i thot atij më jep çik celularin dhe me anë të celularit të policit mori bashorte, mori vllajin, mori njerëzit, po ndërkohë që Spaku kishte vënë për gjithë familjarët. Dhe pa që thirrja hyrëse të familjarët vinte nga një numër që ishte me i drejtorisë së burgjeve, sepse institucionet dihet që kanë numrat e tyre të shënuar kush janë nga çaj institucioni, dhe çfarë bëri Spaku e pa dhe konstatoi që ky numër kishte ardhur nga drejtoria e burgjeve, nga toka e shoqërimit të Erion Velis. Dhe mori policët të gjithë, i pyeti një polic i shkret që kishte dhënë celularin, u tregoi ndershëm. Tha që po tha e kam dhënë tha, sepse më bëri presion Erion Velia, më tha po s'me celular do pshona puna. Unë tha ai vaj fëmijët me të rrok tha. Dhe u tregoi ndërgjegjësh polici, se ashtu që e vërteta. Dhe Spaku bëri dosjen gati, nisi pyeti policët e shoqërimit që kishin lejuar, kishin dhënë celularin Erion Velis, dhe çfarë bëri, ndërtoi akuzën tjetër që ja komunikuan di Erion Velis, që është neni 304A, futja sende e palishme në ambientet e paraburgimit, që është një vepër penale që dënohet deri në 5 vite burg. Kështu që Erion Velia i ka bërë veprimet e tij me vetdije të plot, nuk i ka patur askush faj. Se do të flasësh ti atje në burg. Emra ka zënë gjithë dynja dhe do dalin emrat, unë i di shumë emrat të tyre sepse disa prej tyre kanë me klient. Edhe ma thanë ata çfarë ka ndodhur se ka thirrur Spaku, i ka pyetur kështu me radhë. Prandaj them që Erion Velia e ka mbyllur kapitullin dhe me bashkinë, edhe me partinë, edhe me Edi Ramën, le çfarë thot ai që shkruan në mesazhe Facebook dje që mezi pres të takojë Edi Ramën,
E kështu me radhë si ata që ishin në burg në kohën e diktaturës që uronin Enver Hoxhën për 8 nëntorin për themelimin e partisë, që partia ta mande të fortë. Ne jemi në burg, do vojnë, por do dalin vetëm partia e fortë. Edhe Erion Velia është në atë rrugë. E kuptoni tani vetë, çfarë them unë, më i djalit të shkolluar, të zgjuar, ardhme politikës shqiptare, madje do bëhet edhe kryeministër, në fund fare dolin cop idiot. Nisur nga ajo që ju konstatuat më parë, siç u shprehet që Ulsi Manja dyshohet si personi që ka vendosur përgjimet në qelit e paraburgimit. Nisur dhe nga raportimet në media thuhet që Erion Veliaj ka thënë për Ulsi Manjën që do ta shkrinë deri në 7 breza. Nisur nga këto deklarata dhe nga kjo përplasje brenda radhëve të mazhorancës, a mendoni se brenda Partisë Socialiste ka nisur ajo përplasja e madhe e elementëve që mbështesin Erion Veliajin dhe të tjerëve që mbështesin Edi Ramën? Para se ta shkri Ulsi Manjën Erion Velia, duhet të dalë në burgu. Kupton? Që të dalë në burgu, duhet të presin sa vite. Pastaj të filloj, kur të dali, pastaj qofse do ketë mbetur në njeri do t'i flasi në rrugë, dhe i kemi njerëzit aty që kanë dalë, sa i mirë, si e kisha ish ministri Brësho, Samir Tahiri. Bravo. Dhe kështu që të dalë një në burgu Erion Velia, se të mos i komunikojnë akuzat tjera, inceneratorët e historirat tjera, që ka akoma, dhe ka një 3-4 çështje të tjera atje, kur të dali pas 10, 12, 13 vitesh në burgu, të filloj pasaj të merret me Ulsi Manjën që ka vetë 70 vjeç atëre. Problemi qëndron që duhet ta kuptosh dhe pozicionin që është. Ulsi Manja nuk e ka bërë atë vetëm. Më përpara, edhe kur janë bërë arrestimet e mëpashme për inceneratorët, Edi Rama bashkë me Ulsi Manjën ka vendosur në ambientet e paraburgimit të Durrësit, dhe i çojnë apostapat atje dhe u ka bën përgjime. U ka bën përgjusa që i dëgjonin çfarë bisedonin këta, u zinin emrat në gojë Edi Ramës apo këtyre, sepse inceneratorët dhe korrupsioni inceneratorëve kishte brenda firmën e Edi Ramës, sepse ai ishte koka e gjithë truri, mendja, organizuesi i inceneratorëve, dhe Edi Rama i dëgjonte këta çfarë bisedonin atje, sepse u kishte bën përgjus. Dhe Erion Velia këtë e dinte, por nuk e mendoi që partia do ta linte dhe do ta eliminonte në këtë forum. Ky ishte problemi. Kështu që Ulsi Manja nuk bën veprime pa Edi Ramën. Gabojnë i rënd dhe ata që mendojnë që Ulsi Manja ka bërë veprime pa Edi Ramën. Atje ai ishte përgjuar me urdhër spakut. Do ta kuptojmë këtë. Po Ulsi Manja mundet po të donte ta ndihmonte Erion Velin, i thoshte, i bënë një shenjë, mos fol, kaq. Por ai atje brenda është përgjuar me urdhër të spakut edhe me vendim të gjykatës. Kështu që është e kota jo historia, pastaj që Erion Velia, jo lufta brenda PS-s, Partia Socialiste apo ish Partia Punës, çfarë dreqin e quajnë, ka 80 vjet me luftë të brendshme. Ka filluar që në 41-shin, ka vrarë njëri tjetrin, ka ngërë kokat e njëri tjetrit, s'ka lënë më luftë të brendshme, Enver Hoxha i vrau të gjithë. Pastaj mori të rinë, të gjithë bëhet Edi Rama, i zhduku të rinë, ata të vjetrit, tani merr të rinë,